Këtu është horoskopi i mërkur 12 mars 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ka ndryshime në punë dhe studime që në momente të tjera do të kishin zhvendosur jetën tuaj dhe që në vend të kësaj në këto ditë ju intrigojnë dhe ju sjellin kënaqësi. Demi. Gjërat janë më mirë, por për të kryer një negociat duhet një minimum maturie. Në dashuri, një maj shtesë e xhelozisë nuk dëmton. Binjaket. Dita përcakton një gjendje energjie të madhe dhe avantazh të madh. Një kohë e shkëlqyer për ata që duan të eksplorojnë mundësi të reja në punë, por pak problematike për çështjet e dashurisë. Gaforja. Dyfishoni fatin por edhe mundësinë për të mbyllur kontrata të shkëlqyera nëse jeni i vetëpunësuar. Në dashuri do të jeni më bindës, kush është në një çift fiks tashmë ka bërë zgjedhje të rëndësishme në të ardhmen. Luani. Jeni një nga shenjat më të forta të momentit, edhe nëse çështjet e punës kanë ngecur për një kohë të gjatë. Me personalitetin tuaj plot diell, tërheqës, altruist, do të jeni në gjendje të pajtoni dy nga miqtë tuaj që kishin pushuar së foluri me njëri tjetrin. Virgjeresha. Bashkimi, kthimi në vendin e duhur. Punoni mirë, në shëndet shmangni çdo tepric. Më shumë relaksim në dashuri. Sonte sharmi juaj nuk është në diskutim. Peshorja. Në dashuri, shmangni përballjet e drejtë për drejta. Disa dyshime për parat, shumë shpenzime të bëra në të kaluarën. Akrepi. Ju kaloni ditë në të cilat bëni shumë gjëra dhe të tjera në të cilat jeni plotësisht apatik, sot nuk ndjeheni sikur të bëni asgjë ose në çdo rast ka vonesa të vogla ose të mëdha, tensione për të kontrolluar. Shigjetari. Sektori praktik në evolucion, në dashuri mund të bëni përshtypje. Në këtë periudhë do të dëshironi të përcaktoni një veprim të drejtë për drejtë në jetën tuaj. Bricjapi. Mundohuni të mos e derdhni në sferën sentimentale atë pakënaqësi të çuditshme që po përjetoni për shkak të problemeve të punës, sepse rrezikoni të humbisni partnerin. Ujori. Në punë duhet të përpiqeni të jeni shumë pozitiv sepse kjo është një periudhë që do t'ju çojë larg, dita e sotme kërkon kujdes vetëm në planin fizik. Peshqit. Ata që kanë hapur kohët e fundit një biznes në internet mund të fillojnë të shohin ca parashtesë, edhe nëse përpjekja është e madhe, disa dëmtime që lidhen me të kaluarën duhet të rregullohen. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.